Mam, kur të kthesh në shtëpi të bëjmë flokët. Ti do që t'i bëje portokall, më do që t'i prija. Hajde shpejt ose pastaj mbyllet ajo. Përshëndetje, jeni gati për një vlog të ri. Sot është ditë, o mami që është sot, dana apo e martë? E martë? Sot është një ditë e martë dhe unë dhe Dojnë do ikim të bëjmë flokët. Unë jam shumë e lodhur, kam gjithë ditën në punë sa po kam ardhur, por sot në mëngjes isha e frymëzuar dhe i premtova Dojnë që do ikim të bëjmë flokët. Dhe tani që erdha në shtëpi, Dojnë nuk më lë pa shkuar poshtë te parukeria. Kështu që hajteni me ne dhe shikoni çfarë do bëjmë sot. Ndërkohë, t'ju updatoj pak live. Këto janë, nuk e di a duken mirë, këto janë thinjat e mia aktualisht me 2 beba. Subscribe to my channel. Dojnë e thotë si me shaka subscribe to our channel, po në fakt, të gjithu që na njihni prej kosh, e dini që ne vlogerimin e kemi pasion, kështu që e vlerësojmë me të vërtet po ja se do them këtë moment. Kështu që e vlerësojmë me vërtet mbështetjen tuaj, çdo like, çdo koment që na bëni dhe çdo referim. Ja tani çfarë do thotë kjo goca. Subscribe to our channel because you're so Sweet. And you are so sweet and I love you and I subscribe to our channels all the thing and I need to subscribe and Okay, u morë vesh çfarë duhet të thoj. E morët vesh. Kështu, subscribe se Dojnë ka parë ato videot në YouTube që disa fëmijë marrin 1 million subscribers, edhe marrin atë pllakën, edhe Dojnë do atë pllakën, po s'ka shans, po nejse. Pse t'ja prishë mendrën? Ja, do thua si që të kamera. Tata. Mami po pret që ti ki poshtë të bëjmë flokët, po babi nuk ka ardhur të marrë vllai. Kështu që do të presim 2 minuta sa të vi babi dhe të ikim. Balluke, ma. U thuja. Atë po the, vetëm mbrapa, jam balluke. Po, vetëm mbrapa. Shikoj pa gënjë. Si mendon, si kam bërë bukur apo e? Keq. Që ngjyrë po i bë? Leila. Leila? Pa. Do në kujton se po i bë Leila. Sa shkëqime bukur duka. O do në më trego pak, si po duken flokët e mia deri tani? Nuk të pëlqen? Po pse? Se i desha një Leila. Dhe ata shikojnë çfarë do bëjmë me këtë gjë tani. Sa po dola nga parukeria dhe jam e dashuruar me këtë ngjyrë. Nuk e di, më duket fantastike. Kisha aq shumë nevojë për një ndryshim, sepse ti kam jashtëzakonisht shtëpisë, edhe shikoj flo, po se që ishte një moneri, që kishte ca bojra shumë mira, ande nga Arabia, edhe kjo ishte një nga ato dhe prandaj ishte kaq e veçantë, ishte dhe me ato si vezë që e bëja shek. Edhe kjo ishte që më ndur besoj. Edhe kjo goca me që u soll çerek mirë
atje te parokeria dhe bëri çerek rëmuj nga gjithë vendi që mund ta bënte rëmuj. Doli nga aty dhe mori si shpërblim një pagu me çumçakize dhe ca biskota. Ja, nëna e mirë, si e korrupton fëmijën. Po prap nuk u sot aq mirë. Mund të jetë pak më mirë. Ç'e mon? Jam mamë dashuria. Unë jam mami dashuria, kjo është goca ime dashuria dhe tani arritën te shtëpia. Te shtëpia barikadave. Kur e shikon kështu duket si hotel ka shtëpia jonë, por është shtëpia. Dhe në fakt si hotel në është bërë se është ora 9 e darkës dhe tani po mblidhemi në shtëpi që të flim gjumë. Dhe të kalim pak kohë me vllajën, se vllajën nuk po ja vëri fare. Ndërkohë fëmia ime ka delë me këpucët e veshura si shapka dhe ike nga këmba. Natën e mirë, shifemi nesër. Bëj natën e mirë, ma. Natën e mirë, baci. Përshëndetje nga një ditë tjetër bashkë. Këto janë fotot e mia, flokët e mia pas një dite. Normalisht kam fjetur të mërësisht keq, sepse janë në çuan orën 1:30 natës, edhe duket se si është gjendja. Megjithatë, sa po mbaruam puna, sa po kemi dalë, më ka ardhur dhe burri nga puna, burri. O, burri. Burri bën si interesant, po një qik më bërë, në të një gjë. Më ti të qiu, sot është që romantike, do në ebësh një gotë verë. Një gotë verë të mbullim kalamet të dhome, të bëjmë të dy për qef, të bëjmë një film, aq dua. Tani po, sa është ora? Shkoj 4 është ora, është Majnë fëmijët. fëmijët, se si duket kur e thua shumës, fëmijët tanë, djalin dhe çupën. Po ikim të marrim tani te kopshi, të shkojmë në shtëpi të pushojmë pak dhe të mendojmë se si do t'i argëtojmë ato fëmijë mbas dite. Edhe ndërkohë rrugët tona që s'kan pik trotuari ku të ecësh, dhe po ecim si një çift pleq në mes rrugës. Në plasi e ti, se unë jam e re. Me këto flokët duken shumë e re, ha? Po, shumë seksi. Zot, ikëm se na kapi dhe shio, po na lë këtu. Ato mama është të qupit mama. Hame? Qarë? Dhe ti veshur kaq bukur. Po. Ua, duke shumë jo. Me ato syzet një herë, ju dukesh. Shko mere gjupin tani. Nuk di ku e kam zotëri. Zotëri, e? Hajde, futush atë. Vaj vajza ime, o rrit mame u bë zotëri. Përshëndetje nga një ditë tjetër me neve. Tornado dojnë që vjen nga mbrapa. Sot është ditë e shtunë. Bashk jemi parë ditën e mërkur ose të njëjtën, do të na kanë humbur ditët. Po shqyr jemi pushim. Do dalim tani një shëtitje me kalamajt. Na mbëlla shënsore. Do dalim një shëtitje me kalamajt. Edhe po e marrim dhe juve me vete. Ha me hap të të bëja? Ja, ha. Do ta lej makinën e herë. A me dojnë që gjeta? Ha ti, i gjeti se biskota. Edhe sa ka për të shi. E ku i keti? Bikrosa, i ka lënë gjyshi tu të makina. I keti, okej. Që gjeta unë? Qarë, të ma përgësh? Gjeta 200 leksha. Do t'i përdorim për lodra. Jo, janë të mija, nuk t'i gjë. Kush i gjeni mbanë? Ja si duket një nën pasi ka ndetur gjithë ditën në shtëpi me fëmija. Por vjen burri edhe në hapsit. Burri ime ka pele në mes të natës. Goca ime me syze dielli në mes të natës. Jemi një familje shumë cool. Ndërsa unë jam lartë dhe as nuk kam krehur flokët që t'i shtrit, domethënë ti kre. Ti shtriti rregulloj të vënd qik me kapë. Ja, jemi kështu. Rëndësi ka që po dalem.
Provuam pak të lodrat që ta çonin adrenalinën në maksimum, edhe që normalisht ishin jo përdohen, po hajtë, më i provuam pak. Dhe shikoni se çfarë plot goca ime të Jumbo. Ish me fut, kështa kene dhe. Falmirë. Ama gërë. Dolëm sepse nuk ishim çat bënim aty, unë jam shumë Ishte shumë bukur. A do jo të tregoj unë si qa kam bler mirë? Ha, tregoja. Unë kam bler sa taka. Po, takat, i pam. Do me thënë, si të arkëtonim dojë, sepse koha kaloi shumë shpejt, u futëm pak të Jumbo. Jumbo këtu të ishte uja personalisht nuk është se më pëlqeu. Vise pak a shumë një të gjyra prej vitesh kam, po... Edhe kaq pleva se dolëm ka Jumbo edhe... Qash lek ishe? 15.000 lek të budalliku, edhe 3.000 lek të putë. Kjo pa mirë. Por nuk e di, me ullur këtu tani të pim një kafe, të mbledhin veten me gjithë burin. Buri dhe të çun ikën të marrin kafe. Dhe po mendoja, si mund të argëtojmë fëmijët tonë Tiranë. Ju lutem më thoni, ku i çoni ju fëmijët, si i kaloni fundjavën. Sepse këto qendra tregtare janë bërë të tmerrshme. Qoftë Toftani, qoftë që të uja që kishim kopa art, qoftë Tegu, është një zhurmë e tmerrshme, ka vetëm lodra koti për mendimin tim për fëmijët. Anta, hap këtë. Hapi. Se? Po ku do të futi? E po prende mos hap. Ju lutem, më thoni ku mund të çojmë këto fëmijë që të luajnë, që mos jetë dyndje me njerëz, dyndje me makina, trafik, edhe fëmijët argëtojnë në mënyrë normale, pa mbi stimulim. Ju lutem më shkruani. Kujde e prisësh flokët, dolset? Mami, edhe vuajt edhe dolsit. Mi tregoj që ka të? Edhe kamrës. Ai kohë që qita. Atë në mirë, fligjum mirë se pastaj do kemi një festë shumë të madhe madurim edhe ma gëzuar festën të gjithë të dashur të familjes edhe të gjithë të gëzuar festën të Baramis për Alvin edhe për Amelien edhe për gjithë shok si i tua edhe gëzuar festën e Baramit nesër se pse kemi një festë shumë të bukur dhe do festojmë bashkë me ty edhe bashkë me shokën. Mirë, ju duam shumë kamra edhe flini mirë edhe gëzuar festën e Baramis. Bye! The next day. Përshëndetje, sot është një ditë shumë e bukur edhe re, me djemë, me lule. Sot ka filluar ditëlindja. Festa e Baramit. Edhe kjo çmendra është duke fletur. Edhe tushi. Hai tushi. Hai tushi. Edhe pastaj të shikoni sa bukur të ta bëjmë festën. Doshta mos keni flerë mirë, doshta mos keni nej mirë, edhe gëzuar festën në Bajrami. Do ta shikoni prap tushin. Tushi është këtherë, 100 herë. O tusho, gjithë të thoshin ka. Përshëndetje, subscribe to our channels because you are so beautiful and ask I'm so beautiful and subscribe se kemi bërë shumë video të bukura edhe për shumë durim, gëzuar vjesht e gërcimit. Bye!